Receta natyrale që qetëson dhimbjet e dhëmbëve brenda 5 minutash. Një nga dhimbjet më të mëdha është dhimbja e dhëmbit, sidomos në rastet kur ju kap gjatë natës dhe nuk keni mundësi të merrni ndonjë medikament në farmaci ose të shkoni menjëherë tek stomatologu. Një mënyrë efektive për të ndaluar dhimbjet e dhëmbit është të përzjeni vajin e kokosit me hudhër të grirë. Vendoseni përzierjen mbi dhëmbë dhe do t'ju qetësojë shqetësimin brenda pak minutash. Hudhra përmban eugenol, element i cili redukton dhimbjet dhe vaji i kokosit ka veti antibakteriale, kështu që të dyja do t'japin edhe lehtësimin më të mirë për shëndetin e dhëmbit. Por nëse nuk i keni këto dy produkte, mund të përdorni gjithashtu edhe karafilin e thatë. Duke vendosur në vendin ku keni dhimbje, ai do ju ndihmojë të qetësoheni. Gjithashtu, edhe kripa e vendosur direkt në dhëmbin ku keni dhimbje do t'japë rezultate paraprake për të lehtësuar dhimbjet derisa të shkoni të nesërmen tek stomatologu për të marrë trajtimin e specializuar.